إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نظير تمير صنت ملية الله سبحانه وتعالى vazhdojmë me hadithet imam Muwatta's Imam Malikut rahimahullah të libri i namazit me xhamat. Fillon ta lexoj vllai jon i nderuar Musliu. Muslim barakallahu fik ibda تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. أكمل. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. نعم. Si që thamë fillim, thotë kjo është kaptina apo libri i namazit me xhamat. Libri i namazit me xhamat. Namazi me xhamat, vëllezër të mirë, te Imam Ahmedi është farz ain, do thotë burrat e kanë obligim sipas Imam Ahmedi rahimahullah, të gjithë e kanë obligim të falen me xhamat në xhamia të muslimanëve. Te Imam Shafiu është farz kifaje, nëse dikush falet në xhami, obligimi bjen ndaj të tjerëve. Ndërsa është sunet muakkad të Malikit dhe të Hanefit. Si do të qoftë, urdhrat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë të qarta që burrat të marrin pjesë në namaz me xhamat. Tani Imam Maliku fillon thot me kaptinën e vlerës së namazit me xhamat në krahasim me atë që falet vetëm. Përmend një hadith nga Abdullah ibn Umar dhe nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhuma, në të parin është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që namazi me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi atij që falet vetëm për 27 herë, për 27 shkallë. Ndërsa te Abu Huraira radhiyallahu hadithi e Abu Huraira është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë namazi me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi i njërit nga ju vetëm, 25 pjesë është më i vlefshëm. Do thotë një namaz nëse fal me xhamat është 25 herë apo 27 herë më i vlefshëm se sa namazi që e fal vetëm. Prandaj burrat duhet të falen në xhami, ndërsa gratë falen në shtëpi dhe thot namazi i grave në shtëpi është vlen për to sikurse namazi me xhamat për burrat. Namazi çfarë thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë 27, njëri ka thënë 25. Qëllimi është nëse robi e plotson edhe më shumë vlerën ose e merr abdesin mirë edhe ka frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe koncentrim në namaz më shumë, ka vlerë më të madhe. Ndërsa nëse ka më pak, ka vlerë më të vogël. Allahu e di më së miri. Urdhëron ekmel. Edhe plus një gjë tjetër është se namazi me xhamat, vetëm namazi me xhamat në vetvete vlen 25 herë më shumë. Mirë, po nëse kësaj i ashtojmë edhe ecjen për në xhami dhe veprime tjera, atëherë shtohet edhe më shumë shpërblimi. Nëse falesh ti të shtëpia jote,
e ke vetëm një shpërblim. Ndërsa nëse falesh në xhami mas pari e ke ose 27 herë ose 25 herë namazin më të vlefshëm. Pastaj, çdo hap që e bën për në xhami, çdo hap që bën për në xhami, Allah ta ngrit një drejtë, ta fal një gjuna, të fal një gjuna dhe fiton një sevap, fiton një shpërblim te Allahu subhanahu wa taala për çdo hap që bën, Pastaj duaja kur të futesh në xhami, ke shpërblim për të. Kur të dalësh nga xhamia ke shpërblim për të. Këto nëse shtohen gjitha këto, atë namazi me xhamat vlen shumë më shumë se sa 25 herë që ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. نعم. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka thënë sallallahu wasalamuhu alaihi, ka thënë pasha atë që shpirtin tim e ka në dorën e tij. Pasha atë që shpirtin tim e ka në dorën e tij, thotë. Kam menduar që të tubohet drunj, të tubohet lëndë djegse, do thot drunj si lëndë djegse. Pastaj thot, të shkoj, të urdhroj që të falet namazi, Thot, dhe mos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të urdhroj të falet namazi, dhe thot të shkoj thot te njerëzit të cilët dhe ta urdhroj dikë që të fal namazin. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta urdhroj dikë që ta fal namazin, ai mos të merr pjesë. Pastaj thot të shkoj te disa njerëz dhe t'ua djegji shtëpitë të tyre. Thot pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Nëse dikush prej tyre do të dinte se do të gjente një asht të shëndosh, të majshëm, apo 2 copa të mishit, këmbët deles, thot do të vinte në namaz jacis. Qëllimi është për munafikët, të cilët nuk kanë marrë pjesë në namaz të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, posaçërisht namaz jacis ose sabajt, se namazet më të vështira për munafikët. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka menduar, por nuk e ka vepruar, ka menduar ti dënoj me djegje të shtëpive, për shkak të mos ardhjes së tyre në namaz të jacis. Këtë e kanë përdorur ulemaja si argument për obligueshmërinë e namazit me xhamat. Disa të tjerë kanë thënë jo, këtu në vetë hadithin është argumenti që namazi me xhamat është gjë shumë e mirë, po nuk është obligative për çdo njeri të shkojë, për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka menduar që ta lë dikun të fal namazin me xhamat e vetë të shkojë te ata. Pastaj nuk e ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë veprim, por ta kishte bërë veprimin, do të vërtetojë kjo. Por sidoqoftë, urdhri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë i prerë që burrat të marrin pjesë në xhamat dhe të falen me xhamat mbrapati. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. Tani është hadith tjetër nga Zeid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë namazi më i mirë është namazi juaj në shtëpitë e juaja. Namazi më i mirë është namazi juaj në shtëpitë e juaja, përveç namazit farz, përveç namazit të obligueshëm. Namazi i obligueshëm është më i mirë të falet në xhami, ndërsa namazet tjera, sunnetet, nafilet, është më mirë të falen në shtëpi. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في العتمة والصبح.
عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. Said ibn al-Musayyab tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë këtë që pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë mes neve dhe munafikëve është pjesëmarrja në namaz të yacis dhe të sabahit. Ata nuk mundën të marrin pjesë në ta. Se kaptina që e përmend thotë çka kanë argumentet për namazin e yacis dhe të sabahit. Yacis në arabisht i thonë isha, ndërsa sabahit i thonë subh, salat as-subh, ndërsa yacis i thonë isha. E shprehja e mëdhshme ka qenë al-atama, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar atë shprehje dhe ka thënë që të quhet isha. E sidoqoftë, ky hadith është hadith mursal, nga se Said ibn al-Musayyib është tabi'in, nuk është sahabi. Ai transmeton drejt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është dikush mes tij dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi po ka hadithe të ngjashme që tregojnë për këtë gjë. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم. Tani hadith tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë përderisa një njeri ecte rrugës, e gjeti thot një thot një pem, një deg me thera, dhe e largoj. Allah thot e falenderoj atë dhe ja fali gjunat. Një veprim i vetëm, kur ti e bën lillah. Çfarë? E ka largu një pengesë nga rruga, një deg me thera. E ka larguar nga rruga. Allahu ja ka fal gjunat, ja ka falenderuar së pari Allahu dhe ja ka fal gjunat. E kështu është imani i besimtarit. Imani i besimtarit është i largoj gjërat dhe pengesat nga rruga. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se prej shkollëve të imanit është të largohet pengesa nga rruga. Sheikhu jon Abdul Muhsin al-Abbad, Allahu e ruaj, gjithmonë thoshte dhe hudhja e gjërave në rrugë, siç është për shembull mbeturinat, barllogët, të hudhët në rrugë, pengesat të qitën në rrugë është shenjë e mungesës së imanit. Thot pastërtia, mbajtja e mirë e rrugëve, është shenjë e pastërtisë së besimtarit. Dërsa hudhja e gjërave në rrugë është shenjë e mungesës së imanit të besimtarit. Duhet të ketë shumë kujdes për këtë punë. Besimtari është fatkeqësi që shpesh në vendet e muslimanëve i sheh rrugët me bërllog, me mbeturina, me pengesa në rrugë, ndërsa rrugët e mosbesimtarëve i sheh të pastërta. Allahu musta'an. Kjo është shumë keq. Besimtarët duhet të jetë kundërta. Rrugët e besimtarëve duhet të jenë të pastërta dhe mos të ketë në to mbeturina, mos të ketë në to gjëra që i pengojnë njerëzit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë shahidët janë 5. 5 janë llojet e shahidëve, dëshmorëve shahidëve të cilët janë te Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë el-mat'un, ai që vdes nga mortaja, nga smundja e mortajës. Wal mabtun, ai që vdes nga smundja e barkut, smundja në bark që ka, që dhimbje në bark ka, pastaj mund të ketë diare, shkuarje të barkut, smundje të barkut. Për këtë dhe Sheikh Ibn Bazi rahimahullah ka konsideruar që edhe kanceri mund të llogaritet në këtë. Pastaj ka thënë ai që vdes nga fundosja në ujë, fundosja dhe vdek nga uji, apo dikush që vdek nga hedëm, thot nga shembja, i shembët një ndërtesë në ta apo diçka,
ai thot po ashtu konsiderohet shahid. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ka thënë në të hyn edhe ai që vdek nga aksidenti me makinë, nëse e shtyp në ndonjë makinë dikë, makina thot atë llogaritet si dikush që si një ndërtesë ti bjerë dikujt mbi. Edhe ka thënë o shahidu fi sabilillah, thot edhe shahidi fi sabilillah, ai që ka vdekur duke luftuar fi sabilillah, që fjala e Allahut të jetë më e lartë. Që fjala e Allahut të jetë më e lartë. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë nëse dikush nga ju din se çka ka në thirrjen e ezanit thot, dhe në safin e parë, rreshtin e parë thot, dhe nuk do të ketë tjetër mënyrë që të arrijë ezanin dhe safin e parë, përveç se duke qitur short kur do të çesnin short, do të çitnin short. Dhe po ta dinin se çfarë shpërblimi ka në shkuarjen herët në xhami, do të shkonin prap do të bënin gara në të, Dhe po ta dinin se çfarë shpërblimi ka në namaz të jacis dhe namaz të sabahit, do të vinin në sabah edhe qoftë nëse është zhagas, këmbadoras, edhe nëse s'kishin mundësi tjetër vinin përveç se këmbadoras, ashtu do të vinin në xhami. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي. ومسكن أحسن الله عليكم. ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أقوم ليلة. نعم. Tani një transmetim nga Umeri radhiyallahu ta'ala an, thotë që Umeri radhiyallahu an thotë nuk e ka gjetë një ditë Sulejman ibn Abi Hathman në namaz të sabahit. Sulejman ibn Abi Hathman nuk e ka pa thot në një namaz të sabahit. Dhe atëherë thot Umeri ka dalë në pazar. Dhe shtëpia e Sulejmanit ka qenë në mes të pazarit dhe xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot atëherë thot Umeri ka kalu pranë shifas që ka qenë nëna e Sulejmanit. Dhe i ka thënë asaj, nuk e kam pa Sulejmanin sot në sabah. Ajo i ka thënë, është falur natën dhe e ka kapluar xhumi dhe do thot dhe e ka kapluar xhumi, dhe s'ka mujt më çu për sabah. Atëherë Umar radhiyallahu anhu ka thënë që të marr pjesë në namaz të sabahit është më e dashur për mua sesa që të falem tër natën. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو، فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. نعم. Tash një transmetim nga Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu, se ai thot ka një ditë në namaz të jacis dhe ka pa se banorët, se njerëzit që kanë ardhur në xhami kanë qenë pak. Prandaj thot të shtrirë në fund të xhamisë dhe pristen derisa të tubohen njerëzit, të vinë njerëzit. Atëherë thot i erdhi Ibn Abi Amra dhe ult ai dhe e pyeti, edhe ky e pyeti kush je ti? Atë e pyeti thot Uthmani kush je ti? Ai ka treguar dhe i ka thënë, çka din nga Kurani? Uthmani radhiyallahu anhu ka pyetur çka din nga Kurani, dhe ky i ka treguar. Atëherë Uthmani ka thënë, kush e fal Yacin, por sikurse të falësh gjysmën e natës. Dhe kush e fal sabahin, është si ta fal tër natën, thot nëse falesh me imam në namaz të jacis
dhe me imam në namaz të sabahit, është sikur se të falesh tër natën. Thotë kjo nga se namazet farz janë shumë më të vlefshme se sa namazet nafile. Edhe pse namazi natës ka vlerë shumë të madhe, mirë po nuk krahasohet me namazin farz, me namazin farz. Dhe robi duhet të ketë prioritet namazin farz. Pastaj vjen si sekondar, si dytësor është namazi nafile. Është namazi nafile dhe duhet të kujdeset së pari për farzin, pastaj për nafilen. Përkundër kësaj, pejgamberi sallallahu Abu Bekri, Umeri, Uthmani, sahabët e pejgamberit sallallahu janë falë dhe namaz natës. Janë falë dhe namaz natës dhe kanë kujdes që të falin namazin natës për këtosh, për kujdesat që të kujdesa dhe të jepet rëndësi namazit farz. Ekmil barakallahu. أحسن الله عليكم. باب إعادة الصلاة مع الإمام. عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدير يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه قال كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحزن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. نعم. Tash përmendni kapitullin thotë i'adatu s-salati ma'a al-imam, të përsëritet namazi me imam, të përsëritja e namazit me imamin. Tregon thotë për Mihjan ibn Abi Mihjan, që ka qenë sahabi. Thotë ka qenë thotë në një mezhlis me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Edhe atë thotë është thirr namaz, është thirr ikameti i namazit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit të falet, ngritur të falet. Pastaj është kyer dhe Mihjeni thotë ishte mbrapa, nuk u fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do pejgamberi sallallahu u fal me sahabët, ndërsa Mihjen nuk është falur. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çka të ka penguar të falesh me ne? Çfarë të ka penguar që nuk u fale me neve? A nuk je musliman? A nuk je musliman? A I ka thënë përkundrazi, musliman jam ja Rasulullah. Thonë, mirë po unë thot jam fal, thot në familjen time, të shtëpia ime jam fal, pastaj ka marrë këtu. Atëherë pejgamberi sallallahu ka thënë, kur të vish, falu me njerëzit. Edhe nëse je fal të shtëpia, thotë ky ndoshta ka qenë në namaz që ka fal namazin të shtëpia, pastaj ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi ky do thotë ka menduar që s'ka obligim më të falet dhe nuk është ngrit të falet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shikoni pyetjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur I ka thënë, a nuk je musliman? Nëse si e fal, e ka pasur që s'falet, ka thënë, a nuk je musliman? Nga se karakteristik e jo muslimanëve është mosfalja e namazit. Mosfalja e namazit është karakteristikë e jo muslimanëve, veprim I jo muslimanëve, veprim I kufrit. Mosfalja e namazit. Për këtë arsye ka thënë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni vlerën e namazit. Shikoni vlerën e namazit. Atëherë ka thënë, "O jam falë ja Rasulullah, mirë jam falë të shtëpia." Prandaj pejgamberi sallallahu ka mësuar që nëse falesh të shtëpia, mirë po futesh në xhami dhe xhamati janë duke fal me xhamat, atëherë falesh me xhamat prap. Falesh me xhamat prap që mos ta kundërshtosh, mos I kundërshtosh muslimanëve të falesh. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. نعم. Tani transmetim nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu ta'ala anhum që një njeri ka thënë Abdullah ibn Umerit, unë falem të shtëpia, unë falem në shtëpi. Pastaj thot e mri thot namazin me farz me imamin thot, dhe falem prap me imamin. Atëherë Abdullah ibn Umeri ka thënë ka thënë njeriu thot
ky thot atë falen me imamin. Atë falen me imamin nëse e arri xhamatin me imamin. Abdullah ibn Umeri ka thonë po. Atë njeriu ka thonë cilën namaz cilën namaz ta konsideroj namazin tim, cilën ta konsideroj farz që më pranohet, ajo te shtëpia apo kjo me imam në xhami. Abdullah ibn Umeri ka thënë, kjo punë është në dorën tënde, kjo është e Allahu. Ai Allahu e lën cilën do. Thotë pranimi i namazit është te Allahu subhanahu wa ta'ala. Ku ta don ai e lën këtë punë. Ekmil barakallahu fik. صلى الله عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ قال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله. نعم. Prap një transmetim të njëjtë nga Said ibn al-Musayyib, që I ka thënë njëjtën fjalë një njeriu tjetër. Said ibn al-Musayyib ka qenë prej tabinëve dhe njëjtën gjë I ka thënë një njeriu. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. نعم. Prap transmeton një transmetim tjetër nga Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala an, Khalid bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu, që një njeri e ka pyet njëjtën punë, njëjtën punë e ka pyet për njëjtën punë, nëse falet te shtëpia pastaj falet në xhamat, çfarë të veproj. Prap I ka thënë njëjtën punë, kjo punë ka gjën thosh sikurse dikush thotë që tu bën shumë arabët I thonë shigjeta, shigjetat përdoren për luftë dhe janë të vlefshme, është sikurse dikush që tu bën shumë, edhe ti po tu bën shumë për faljen e namazit. Ekmir barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا. نعم. Tani një transmetim nga Abdullah ibn Umeri që ka thënë kush e ka falë namazin e akşamit apo të yatsis. Edhe pastaj ka mbri atë me imamin, thotë ka mbri me imamin, ka thënë mos I përsëris ato, mos I përsëris namazet, mos I përsëris nevojë të përsëris namazet. E tjetrën thot Maliku rahimullah ka thënë nuk shoh gjë të keqe që njeriu të falet me imamin nëse është falë në shtëpinë e tij, përveç namazit të akşamit, edhe nëse përsëri thot le ta fal thot çift, le ta fal çift jo tek. Ky është mendim I Malikut rahimahullah. Mirë po, urdhëresa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që të falet sërish njeriu dhe nuk Imam Maliku edhe pse ka thënë këtë punë rahimahullah që mos të falet dy herë namazi I akşamit, mos të ketë përgjagjësi me namaz akşam, mirë po urdhri I pejgamberit sallallahu ka qenë I qartë që njeriu të falet me xhamat nëse arrin xhamatin dhe mos I kundërshtoj muslimanët dhe të falet ashtu siç falet imami. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. باب العمل في صلاة الجماعة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء. نعم. تاني ترانسليت فت العمل في صلاة الجماعة veprimin në namaz me xhamat, veprimin në namaz me xhamat. Dhe tregon nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu ka thënë kur dikush nga ju del imam për njerëzit, le ta fal namazin mos të zgjat namazin shumë. Ta fal namazin të lehtë, ta fal namazin e lehtë, nga se mbrapa atij mas njerëzit ka thot njerëz të dobët, ka njerëz të sëmur, ka njerëz pleq, ka njerëz dobët, të sëmur dhe pleq. Dhe
kur dikush falet thot vetëm thot, le të falë sa të doj. Le të falet për vetveten, veç vetëm, le të falet, le të zgjat sa të doj. Sa të doj. Pra imami duhet të ketë kujdes që mos e zgjat tepër namazin, mirë po, namazin ta fal aq sa mund ta përballojnë xhamati, e mos ta teproj me zgjatjen e namazit. أكمل بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. تاني نافع tregon thot jam falet Nafia ka qenë rob i liruar i Abdullah ibn Umerit. Ka thënë jam fal një herë thot mbrapa Abdullah ibn Umerit në një namaz dhe nuk ishte askush përveç meje me të. Thot Abdullah ibn Umeri ka qenë përpara, ky ka shku ka fal mbrapa atij. Thot është lidh me të në namaz mbrapa atij, vetëm këta dy kanë qenë. Atëherë thot Abdullah ibn Umeri thot qiti dorën mbrapa dhe më tërheki me qiti në anash ti, më tërhoqi dhe më solli anash ti në anën e djathtë të tij. Nga se nëse falen dy vet, atëherë duhet të falen bashkë në një saf dhe ai duhet të jetë në anën e djathtë të imamit, siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Abdullah ibn Abbasin, në hadithin që përmendëm brëm në namaz të natës, kur është falë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur ka qenë në tezja e tij Mejmuneja, gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe e ka tërhequr pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe e ka lënë në anën e djathtë të tij. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. نعم. Këto e përmenin një transmetim nga Yahya ibn Sa'id se një njeri i falte dilte imam i njerëzve në Aqiq. Aqiq është një vend në Medinë, Wadi al-Aqiq, është afër Universitetit Islamik tani, është një luginë që rrjedh ujë nëse bjen shi i madh. Thot edhe Umar ibn Abdul Azizi e ka ndaluar të falen nga se kanë thënë nuk dihet kush është babai i tij. Kush është babai i tij, që nga thënë ka qenë njëri i panjohur, se kjo është qëllimi që imamit të jetë i njohur, të dihet kush është. Mirë po sidoqoftë ky transmetim është i maqtu', domethënë është transmetim i tabiinit pa tregu pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe nuk është i vlefshëm sikur të tjera transmetime. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. باب صلاة الإمام وهو جالس. عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. Tani hadith tjetër nga Anesi radhiyallahu ta'ala anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ka hyp në një kali, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është rrëzuar nga kali sallallahu alaihi wasallam. Dhe është grithur lëkura, është lënduar pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastaj thot është lënduar, është grith shumë në anën e djathtë të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe është fal një namaz nga namazet ulur. Është falur ulur. Dhe ne mbrapa atij jemi falur ulur. Dhe kur ka mbaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë vërtet imami është të pasohet. Dhe nëse falet imami në këmbë, faluni edhe ju në këmbë. Nëse falet kur të bjerë ruku, bjerni edhe ju në ruku. Nëse
ngrihet nga rukuja, ngritun edhe ju. Edhe kur thot sami Allahu limen hamida, thuni Rabbana wa lakal hamd. Edhe nëse falet ulur, thot faluni ju të gjithë ulur. Falen të gjithë të ulur, nga se duhet të pasohet imami edhe në këtë veprim, nëse imami ka arsye të qëndrojë ulur. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم، tani një transmetim tjetër nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë sëmur dhe është falur ulur, ka qenë sëmur dhe është falur ulur sallallahu alaihi wasallam. Dhe njerëzit thot mbrapa atij janë falur në këmbë. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka dhënë shenjë, ju ka bërë shenjë me dorë që të ulen. Dhe kur e mbaroi namazin thot ka thënë imami është bërë që të pasohet. Dhe kur të bëj ruku, bëni edhe ju ruku. Kur të ngritet, ngrituni, dhe nëse falet ulur, faluni ulur. Faluni ulur. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم. Tani është një transmetim tjetër nga Urwa ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhum, që pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka dalë në gjatë kohës së smundjes së tij dhe ka ardhur në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam në fund të jetës së tij ka qenë i sëmur disa ditë. Dhe një pjesë të ditëve s'ka mund të dalë në xhami për shkak të smundjes së tij. E një ditë ka dalë në xhami. Edhe ka gjetë Abu Bekrin duke u falë, ka dalë imam Abu Bekr radhiyallahu ta'ala anhu. Ka dalë imam Abu Bekr radhiyallahu anhu dhe ai ka qenë prisi njerëzve në namaz gjatë kohës së smundjes së pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atë thot Abu Bekri thot është ka lëviz mbrapa që pejgamberi sallallahu të dalë imam në vend të tij. Në vend të tij të dalë imam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot atë pejgamberi sallallahu i ka dhënë me shenjë, ka thënë rri ashtu siç je, aty ku je. Thot edhe pejgamberi sallallahu thot është ulur pranë Abu Bekrit. E atë thot Abu Bekri radhiyallahu anhu falej thot me namazin e pejgamberit sallallahu thot e njerëzit faleshin me namazin e Abu Bekrit. Me namazin e Abu Bekrit. Çish është këtu pamja? Pamja se pejgamberi sallallahu ka nejt ulur. Abu Bekri ka nejt në këmbë, prapa në bashkë me të, në njëjtën sa. Abu Bekri ka pasu pejgamberin sallallahu në namazin e tij, ndërsa njerëzit e kanë pasu Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu. Kjo është prej argumenteve për atë që për ulemave se thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që xhamati të falen ulur mas imamit që është ulur, është abroguar me këtë veprim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është abroguar me këtë veprim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se Abu Bekri është falur në këmbë mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka urdhëruar të ulet Abu Bekrin dhe ka qenë në fund të jetës së tij sallallahu wasalamuhu alaihi. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. نعم. Tani është kaptina vlera e namazit të atij që është në këmbë, vlefshoria thot më e madhe atij sesa në krahasim me atë që falet ulur, në krahasim me atë që falet ulur. Tregon se nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë namazi i njërit nga ju duke qenë ulur është sa gjysma namazit të atij që falet në këmbë, që gjysma namazit të atij që falet në këmbë. Ky namaz qëllimi për të
është namazi nafile. Në namazin nafile nuk është rukën i namazit nafile që njeriu të qëndrojë në këmbë, Të qëndrosh në këmbë është rukën, pjesë përbërëse e namazit farz. Në namaz nafile mund të falësh ulur, mirë po shërbimin e ke përgjysëm. Nëse falësh ulur pa arsye, do thotë, jo për shkak të sëmundjes, po je i lodhur ose don vetë ashtu të falësh ulur, nuk ke arsye, shpërblimin e ke gjysmë shpërblimi. Nëse ke arsye, je i sëmur, nuk mund të qëndrosh në këmbë, atëherë shpërblimi është i njëjtë. Edhe bjen obligueshmëria edhe në namaz farz të rrish në këmbë, por qëndron ulur nëse s'ke mundësi të qëndrosh në këmbë. Ekmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. نعم. عمرو بن العاص Abdullah ibn Amr ibn al-As ka thënë kur kemi ardhur në Medinë, thot na ka goditur thot një sëmundje dhe që ka pas thot ethe të mëdha, ethe dhe temperaturë të lartë. Kemi pas thot na ka godit një sëmundje që ka qenë ngjashme me malarian, me kolerën, thot ka pas shumë kësi temperaturë të lartë. Ka pas temperaturë, na ka jep temperaturë të lartë. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doli te njerëz dhe I pa njerëz duke u falur ulur. Thot I ka pas duke u fal njerëzit duke u fal ulur. Thot në namazet nafile. Atëherë pejgamberi sallallahu ka thënë vlera e namazit atij që është ulur është sa gjysma atij që falet në këmbë. Që falet në këmbë. Ekmil barakallahu fik. Mirë po, si duhet të dim se ky hadith është I dobët, nga se këto është transmetimi nga Ibn Shihab drejt transmeton nga Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ka ndërprerje mes Zuhriut dhe Abdullah ibn Amr ibn al-Asit radiyallahu ta'ala anhum. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. نعم. Tani thot çfarë ka ardhur thot për namazin thot namazin ulur në nafile, namazin që nuk është obligim, nafile. Tregon nga Hafsa, nëna besimtarve, gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bija e Umerit radhiyallahu ta'ala anhum, që ka thënë nuk e kanë bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të falet namazin nafile ulur asnjëherë. Deri sa ka qenë para vdekjes së tij, 1 vjet para vdekjes së tij, thotë kur I ka bërë 62 vjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atë thot falej në namazin nafile ulur dhe lexonte surën thot dhe këndonte mirë. Dhe e zgjaste surën e lexonte bukur, saqë duke edhe më gjatë se sa që është në realitet suraja. Për shkak se I lexonte Kur'anin ngadalë dhe lexonte bukur. صلى الله عليه وسلم. أكمل بارك الله فيك. السلام عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. Tani transmeton një hadith të ngjashëm nga Aisha radhiyallahu anha, nëna besimtarve, bija e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anha, që ka thënë se nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të falet në namaz të natës ulur. Derisa thot është plak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, derisa është plakur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atë thot lexonte ulur, thot në qiyam ka qëndru ulur.
Thot e kur donte të bënte ruku, thot ngritej në ruku. Ngritej në ruku. Dhe lexonte sa 30 apo 40 ajete, thot pastaj bënte ruku sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأه وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم. Prapë të thot Aisha radhiyallahu anha transmeton këtë hadith edhe një herë, thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot falej ulur sallallahu alaihi wasallam dhe lexonte duke qenë ulur. Po thot dhe kur I mbesti nga leximin e tij edhe 30 ajete, kur I mbesti nga leximi I tij edhe 30 ajete ose edhe 40 ajete, thot ngritej thot që ka lexuar shumë ajete, mirë po I mbesti në 30 apo 40, thot ngritej dhe lexonte në këmbë, pastaj bënte ruku dhe sejdë. Dhe në rakatin e dytë vepronte të njëjtën gjë. Në rakatin e dytë prap e vepronte të njëjtën gjë sallallahu alaihi wa sallam. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان. نعم. Tregon thot që Maliku ka dëgjuar se Urwa ibn Zubair dhe Sa'id ibn Musayyab janë falur duke nafilen, duke I pas këmbët e mbledhura në këtë mënyrë. Kështu janë falur nafilen duke qenë në atë mënyrë me këmbë të mbledhura lart. Kjo është si ulur form e uljes. Barakallahu fik. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. باب الصلاة الوسطى. عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah. Maliku e transmeton nga Abu Yunus Maula Aisha. Maula Aisha do të ka qenë robi Aishës. Abu Yunus ka qenë robi Aishës radhiyallahu anha, pastaj ka liruar atë Aisha radhiyallahu anha. Thot më ka urdhëruar Aisha që t'ja shkruaj një mushaf, t'ja shkruaj thot mushafin, t'ja shkruaj me shkrim të dorës tër mushafin, tër Kur'anin. Dhe më ka thënë, kur të arrish te ky ajet, më lajmëro. Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Thot keni kujdes, ruajini namazin dhe posaçërisht namazin e mesëm dhe ngrituni te Allahu, çoni për Allahun, thot duke qenë të përshëndruar te Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot kur të amrin këtë ajet, thot më lajmëroni. Atë thot kur kam arritur këtë ajet, thot e kam lajmëruar dhe ajo ma lexoi mua. Ka thënë hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa salati al-asri wa qumu lillahi qanitin. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتفضل عائشة رضي الله تعالى عنها thot rrini gati namazit dhe namazit të mesëm dhe namazit të asrit I qindis dhe qëndronin në këmbë qanitin dhe duke qenë të qetë, duke qenë të rahatshëm në namazin e juaj. Thot kështu e kam dëgjuar nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kjo në fillimi ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë mënyrë, thot, edhe është përmendur se namazi I mesëm, për të cilin Allah subhanahu wa taala ka nxitur që të kemi kujdes më të gjatë, është namazi I asrit, namazi I ikindis. Mirë po pastaj është abroguar ky lexim dhe ka mbetur vetëm ashtu. Mesam pa u përmendur namazi I ikindis, qëllimi është për namazin e ikindis. Këtë kam dëgjuar nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال:
كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. نعم. Prapë transmeton të njëjtin transmetim nga Hafsa radhiyallahu ta'ala anha. Të njëjtën gjë ka thënë edhe Hafsa. Njëjtën gjë e ka thënë edhe Hafsa se ajo ka dëgjuar nga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam të njëjtën gjë. Akmil barakallahu. السلام عليكم. عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. Transmetim nga Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu që ka thënë namazi I mesëm është namazi I dhuhrit. Namazi I dhuhrit është namazi I drekës. Namazi I drekës. Mirë po, ajo që na ka ardhur nga Aisha dhe Hafsa radhiyallahu ta'ala anha është më saktë. Barakallahu akmil barakallahu fi. السلام عليكم. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. Po thot Imam Ali po transmeton nga Aliu radhiyallahu anhu ka dëgjuar se Aliu dhe Abdullah ibn Abbasi kanë thënë që namazi I mesëm është namazi I sabahit, Dhe Maliku thot fjala e Aliu dhe Abbasit është thot gjëja më e dashur që kam dëgjuar. Mirë po, transmetimi saktë nga Aisha radhiyallahu anha është ky është namazi I asrit. Është namazi I asrit. Pastaj është në hadith të vërtet që është në Muslim, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur në ditën e Ahzabit, kur betejë e Hendekut, ka thënë shaghaluna an salati al-wusta salati al-asr. Na kanë pengu, thot, na kanë angazhu ndaj namazit të mesëm, namazit të asrit, namazit të ikindis. Ata thot kur na kanë ardhur mushrikët që na luftojnë, thot na kanë angazhu s'kemi mundur ta falim namazin e ikindis, namazin e mesëm, namazin e ikindis. Prandaj pejgamberi sa ka thënë se namazi I përmendur te Allah nga Allah subhanahu wa taala në surën Bakare për të qëllim është namazi I ikindis. Barakallahu fi. Akmil. السلام عليكم. باب الرخصة في الصلاة في ثوب واحد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. نعم. Tash ajo thot leja që namazi të falet në një rrobë, thot mjafton që të kesh një rrobë që të falësh namazin atë. Qëllimi për rrobë është rrobat që vishën që të mbulojnë trupin, dhe nuk është e tejdushme. Rrobë që nuk është e tejdushme dhe të mbulojnë trupin. Amr ibn Abi Salama ka thot e kam pa thot pejgamberin sallallahu duke u falur në një rrobë të vetë e mbështjellte thot në dhomën në shtëpinë e Salama radhiyallahu ta'ala anha thot I kishte vendosur dy pjesë të saj mbi kryet e tij, mbi shpatullat e tij sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان. الله أكبر. Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton një hadith që një njeri e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam a mund të falet në një rrobë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë a çdo kush nga ju keni dy thoba, a keni çdo kush nga ju nga dy rroba? A keni çdo kush nga ju dy rroba? Ka pas varfëri, s'kam pas mundësi të kenë më shumë se shumica aty në s'kam pas. Ka thënë mjafton që të falesh në një rrobë. Akmil barakallahu fik. Assalamu alaykum. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. نعم. Said ibn Musayyib thot është pyetur Abu Huraira radhiyallahu anhu a bën të falet njeriu me një rrobë? Ai ka thënë po, ai ka thënë ti a bën këtë punë? Ka thënë po.
Ka thonë unë falem në një rrobë, duke edhe pse rroba thotë I kam të varura në varse, kam rroba tjera të varura në varse, mirë po falem me një rrobë, më mjafton një rrobë që të falem, s'ke obligim të falesh me shumë rroba, mjafton ta kesh një rrobë që të falesh në të, kryesor është ta mbulon trupin dhe të jetë mos të jetë të dukshme. Akmil barakallahu. السلام عليكم. عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. أكمل. عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. Tani transmeton prapë nga Jabir ibn Abdullah dhe Amr ibn Hazmin që janë falur me një rrobë, me një këmishë të gjatë, se kamis arabisht I thon këmishës së gjatë. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال نعم. مالك: نعم أكمل. قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. نعم. Maliku rahimahullah transmeton nga Jabir ibn Abdullah mirë po është kundërprerje hadithi kundërprerje se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush nuk I ka dy rroba dhe të falet me një rrobë të vetme dhe të mbështjellet me të thotë. Edhe nëse është rroba e shkurtër thotë le ta bëj atë si izar, si pjesa e poshtme të izarit thotë kur të falen si kur janë umra apo në haxh si pjesa e ihramit, pjesa e poshtme e ihramit, nëse s'ki rrobë dhe është e shkurt, edhe ke veç atë, atëherë tek e fundit falu vetëm duke pas pjesën e poshtme të rrobës, nëse s'ki diçka tjetër. Nëse nuk ke diçka tjetër, atëherë mbuloje avretin e madh duke mbulu pjesën e poshtme të trupit. Edhe prap Maliku thotë më gjë më dashur thotë që ai që falet në një këmishë të vetme thotë të vendos thotë një në pjesën e sipërme të tij thotë një rrobë apo një imame thotë një çallm, nëse ka mundësi, nëse s'ka mundësi gjë. Ekmel barakallahu fik. أحسن الله عليكم. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. Tani thot lehtësimi kaptina që lehtësimi që gruaja të falet vetëm në fustan dhe shami. Dhe në arabisht fustanit të gruas I thënë dirë, ndërsa si këmish thot e gjatë si fustan. Dhe khimar I thënë shamis, vetëm shamis. E thot Maliku rahimahullah ka dëgjuar se Aisha radhiyallahu anha falen vetëm në këmish dhe në shami. Thot falen në këmish dhe në shami. Thot kryesora nëse ato janë mbulojnë trupin dhe nuk janë të dukshme si çdo vjet më atë. Ekmel barakallahu fik. السلام عليكم. عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. نعم. Zeid ibn Qunfudh ka thënë se nëna e tij e ka pyet Ummu Salama gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, me çfarë rrobe falet gruaja? Ajo ka thënë, gruaja falet duke pas shami dhe fustan që ja mbulon trupin. Dhe ja mbulon këmbët, ja mbulon trupin dhe ja mbulon pjesën e sipërme të këmbëve të saj. Ekmil barakallahu fik. صلى الله عليكم. عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. نعم. Transmeton thot nga Ubaydullah ibn al-Aswad al-Khawlani që është rritur në shtëpinë e Mejmunës radhiyallahu anha se ajo falej thot në një fustan dhe
me një fustan dhe shami, dhe nuk kishte izar, dhe poshtë fustanit nuk kishte pjesë të brendshme. Thot është falur në atë kryesore është që ka qenë e mbuluar e trupi i saj radhiyallahu ta'ala. Akmil barakallahu fik. السلام الله عليكم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق عليه أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا. نعم. Një gru ka ardhur te Aisha radhiyallahu anha dhe ka pyet, ka thënë, më vjen zor të mbaj në mes, do thotë të veshi në mes kështu si lloj pantollonash apo fund të brendshëm, dhe ka thënë më ngushton, më mundon, thotë. A më mjafton të falem veç në fustan? Ka thënë po, nëse fustani është që të mbulon trupin, Wallahu tebaraka ta'ala a'lam, wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Mumkin takhruj ya Sheikh Muslim. Allah shpërbleft ya Muslim, Allah të ruaj. Barakallahu fik. Lezim shumë i mirë. Alhamdulillah që dëgjojmë këto ditë të mira nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah na bëf prej atyre që i praktikojnë ato gjithë, posaçërisht faljen me namaz me xhamat. Allah di mas miri, wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.